Të thret dikush në telefon dhe të ban pyetje ku je? Vallai çe. Ku çe? Dhe ti tash do të më dhon atij patjetër përgjigje ku je? A ndoshta ti nuk don ti tregosh ku je? Kanë thënë ulemat ka mundësi që me ja imponu dikujt gënjeshtrën, sa ai nuk don me të tregu. Dhe mandej të jep një përgjigje e cila është gënjeshtër, nuk është e vërtet. Mos i ban pyetje më shumë se sa që nevojitet. Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, dikush prej njerëzve e pa duke ardhur me nallet e vjetra. Tha, o Abdullah, pse nuk i ndron nallet? Tu pas kanë vjetru shumë. A njerëzve ju del punë gjithkund, te nallet e tua, te teshat e tua, te shtëpia jote, te puna jote, te rroga jote, te çdo gjë. Nallet shumë të vjetra, pse nuk i ndron? Tha, pse a deri këtu mos më kanë sill nallet tua? Mos ti ka marrë ty, unë e ka marrë deri këtu, jo, janë nallet e mia. Shikoje punën tënde. Një beduin, një shërbetor në një prej rasteve e mbante një kazan të madh, e kishte mbuluar dhe e çon deri në një vend. E pa dikush, çka ka në këtë kazan? Tha, po të kishte dasht, ai zotriu im nuk e kishte mbulu. Ai vetë fakti që është i mbuluar, ai nuk don me tregu çka ka. Ama njeriu t'i intereson çka ka në atë kazan. Nuk është puna jote. Çka mban filani, çka çon filani, nuk takon ti.